jemi të vendosur ta luftojmë korrupsionin dhe e dyta, në këtë luftë ne jemi kaq të vendosur sa që jemi shumë të gatshëm të marrim përsipër edhe koston e këtij revolucioni që kemi bërë duke ja lënë shpatën e drejtësisë njerëzve të drejtësisë të cilët s'kan asnjë frikë më dhe s'kan asnjë lidhje me ne. Ju duket njerëzve sikur kjo është diçka që erdhi nga qielli dhe sikur kjo është diçka që është e zakonshme. Po të ishte e zakonshme do kishte ndodhur përpara. Dhe pikërisht pse kjo nuk është e zakonshme, Shqipëria ka nevojë për udhëheqjen e Partisë Socialiste. Shqipëria ka nevojë për shumicën e Partisë Socialiste, Shqipëria ka nevojë për socialistët në krye, pavarësisht të gjitha të metave dhe gabimeve tona. Ne kemi plot meta, kemi bërë plot gabime pa diskutim, nuk jemi të rënë nga qielli, por ama e përsëris. Kur vjen puna tek pamja e madhe, është një pamje që flet vetë për ne. Flet vetë raporti me interesin kombëtar, flet vetë raporti me historinë, flet vetë raporti me shoqërinë, flet edhe raporti me botën. Sepse ishte Partia Socialiste dhe është Partia Socialiste në qeveri sot që ja ka ngritur kokën çdo shqiptari kudo ku është dhe që e ka bërë Shqipërinë nga delen e zezë që nuk e përfilte askush një dekadë më parë në një vend që është më afër se kur realizimit të një ëndre historike. Kështu që ndjehuni krenar për këtë parti, ndjehuni krenar për këtë familje të madhe, ndjehuni krenar për gjithçka keni mundur të jepni kësaj partie, sepse në fund të ditës sado i vogël qoftë, është pikërisht kontributi i çdo individi që bën kontributin e madh. Dhe kontributi ynë është i madh sepse ne jemi shumë individ. Ne jemi shumë individ sepse ne përfaqësojmë Shqipërinë e qytetëruar, jo në sensin e qytetarëve që jetojnë në qytet dhe qytetarëve që jetojnë në fshat, se po t'ishte me këtë logjik, unë do hyja ke katunarët, jo ke të qytetëruarit, por të qytetëruar në mënyrën se si kuptojmë pikërisht ato gjëra për cilat thash. Sepse socialistët, progresistët, ata të cilët nuk ju bashkuan dhunës, ata të cilët nuk ju bashkuan djegjeve të vendit, ata të cilët nuk ju bashkuan idesë së piramidave, ata të cilët nuk ju bashkuan shkatrimeve dhe të cilët nuk mishëruan asnjëherë një pushtet familjar mbi të tjerët, i bashkon diçka që është Europa në zemër dhe të qenit evropian në mendje. Pikërisht pse ne jemi të tillë, jo vetëm ne nuk e kemi kthyer asnjëherë kusurin atyre të tjerëve, siç thash, me të njëjtat mjete, jo vetëm nuk kemi kërkuar asnjëherë rrugët e hakmarrjes duke shfrytzuar pushtetin, po edhe kemi pranuar sipas nivelit sa më lart, aq më shumë paltën që na ka sjell çdo ditë fortuna që është ngritur kundër nesh. Balt ndaj nesh personalisht, balt ndaj familjes tonë, balt ndaj fëmijëve tanë, balt ndaj të afërmëve tanë. Po keni parë ndonjëherë që nga unë edhe tek tjerët me radhë që t'i kthehemi atyre duke përdorur librin e tyre të shtëpisë? Kur? Asnjëherë. Nuk ka lënë gjë pa thënë për familjen time, për njerëzit e mi, për fëmijët e mi, për të vdekurit në shtëpinë time, po kur s'keni dëgjuar as do dëgjoni që unë të flas për familjet e tij dhe tyre e për të vdekurit e shtëpive të tyre, sepse kjo nuk është europiane, sepse kjo nuk është qytetare, sepse kjo nuk është njerëzore, dhe është në fund fare
njerëzilloku që ndanë qartë Partinë Socialiste me forcat e tjera politike.